të vazhdonim një radhë ngacmimesh do ta quaja, nga fjala e Perëndis, nga letra drejtuar hebrejve. Ju kam thënë vështirësinë time shpeshherë, por edhe mënyrën se si ja lë Perëndis në dorë, shpeshherë pjesë shumë të njohura të fjalës Perëndis, kur i prek dhe Zoti më sjell përpara, them Zot, ç'a të them tashmë për këto gjëra të tërë, i dini, kanë lexuar shumë herë, janë predikuar madje shumë herë. Nuk e di nëse vlen për të gjithë ju ajo shprehja jonë shqiptare përsëritja është mëma e dijes, por ndonjëherë ndjej se Perëndia do që gjërat ne ti përsërisim ose ti rishqyrtojmë, se mos diku një zemër, një shpirt, apo të gjithë ne kemi lënë dhëndjallit, na ka shtrënguar, na ka presionuar, është bërë mur ndarës mëkati ndërmjet nesh dhe Perëndis. Rinia, më dëgjoni të gjithë, kam dhe vëmendjen tuaj. Me shumë kënaqësi do të ndaj dy fjalë për ju edhe në greqisht, që të kem vëmendjen tuaj në fund të mesazhit ton. Ju lutem, e janë të shikojmë së bashku. Do të lexoj nga kapitulli 3, letrës drejtuar hebrejve, dhe do të kalojmë pak edhe te kapitulli 4. Më lejoni të lexoj për të gjithë ju. Prandaj o vëllezër të shenjtë, pjesëtar të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit ton, Krishtin Jezus, i cili është besnik ndaj atij që e bëri, ashtu siç edhe Mojsiu në tërë shtëpinë e tij. Sepse Jezusi është i denjë për më shumë lavdi se Mojsiu, meqense ai që ndërton shtëpinë ka më shumë nder se shtëpia. Sepse çdo shtëpi ndërtohet prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Dhe Mojsiu vërtet që besnik në gjithë shtëpinë e tij si shërbëtor, për të qenë dëshmi për të gjithë gjërat që duheshin thënë. Por Krishti si bir mbi shtëpinë e tij, shtëpia e të cilit jemi ne, në mbajtshim fort deri në fund guximin dhe mburrjen e shpresës. Prandaj, sikurse thot fryma e shenjtë, sot ne dëgjofshi zërin e tij, mos e ngurtësoni zemrat tuaja si në provokim, në ditën e tundimit në shkretëtir, ku etrit tuaj më tunduan, duke më vënë në sprovë, ndonse e kishin parë veprat e mia 40 vjet. Prandaj u indinjova me atë brez dhe thash, gabojnë gjithnjë me zemër dhe nuk i njohin udhët e mia. Kështu u betova në zemërimin tim, nuk do të hyj në prehjen time. Vini re vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë mos besimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë, por nxitni njëri tjetrin për çdo ditë, për sa kohë thuhet sot, që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit. Sepse ne jemi bërë pjesëtar të Krishtit, në mbajtshim fort deri në fund fillimin e besimit. Kur thuhet sot ne e dëgjofshi zërin e tij, mos jeni zëmërgur si në ditën e provokimit. Kush janë ata që mbasi e dëgjuan e provokuan? Vallë, jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anë të Mojsiut? Me cilët u zëmërua për 40 vjet? Mos vallë me ata që mëkatuan, ku fomat e cilëve ranë në përshkretëtir? Dhe për cilët bëri besë se nuk do të hynin në prehjen e tij, veç për ata që qenë të pabindur? Dhe ne shohim se ata nuk mundën të hyjnë për shkak të mosbesimit. Prandaj përderisa mbetet ende një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju mbetet mbrapa. Në fakt, neve dhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë. Por fjala e predikimit nuk u dha atyre dobi, sepse nuk u bashkua me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam, hym në prehje, siç tha ai, kështu betova në zemërimin tim, nuk do të hyj në prehjen time. Ndonse veprat e tij u bën që nga themelimi i botës. Sepse diku ai ka thënë kështu për të 7 ditë dhe Perëndia u preh të 7 ditë nga të gjitha veprat e tij. Dhe po aty përsëri, nuk do të hyjnë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjnë në të, ndërsa ata që ju shpall lajmi i mirë më përpara nuk hyjnë për shkak të mosbesimit të tyre, ai
cakton përsëri një ditë, sot, duke thënë mbas kaq kohe dhe me anë të Davidit, sot ne dëgjofshi zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja, sepse në qoftë se Josueu do t'i kishte prirë në prekje, nuk do të kishte folur pas kësaj për një ditë tjetër. Mbetet pra një prekje shabati për popullin e Perëndis, sepse kush ka hyrë në prekjen e tij, ka pushuar dhe ai vet nga veprat e tij, ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të jemi të zellshëm pra, të hyjmë në atë prekje, që askush të mos bjerë në të njëjtin shembull të mosbindjes. Zoti të bekoj fjalën e tij. Do doja të sjell veten time nëse më lejoni, përpara Zotit me një lutje dhe veshët dhe zemrat tuaja gjithashtu me të njëjtën lutje përpara Perëndis. Ti e Perëndia i gjallë, ati plot fuqishëm, ati Zoti ton Jezu Krisht dhe ati zemrave tona. Të drejtohemi ty, Perëndi i shenjtë, me zemër të përulur, personalisht me zemrën bosh. Dua ta mbushësh ti. Të flasësh dhe fjala jote të mbush, të prek çdo skut të zemrës time dhe çdo skut të zemrës së këtyre njerëzve, vëllezërve, motrave që më dëgjojnë. Dua sot të dëgjohet fjala jote, të lutem, të përgjirohem Zot, na udhëheqësh me frymën e shenjtë. Ti di boshllëqjet e zemrës tonë. Ti di Zot rreziqet e zemrës tonë. Fol na sot, drejton na sot për këta vëllezër dhe motra, miq të dashur që jemi të gjithë këtu, për të tjerë që ndoshta do të dëgjojnë këtë mesazh aty në internet. Lutem për ta. Lutem për vëllezërit dhe motrat e mia. Lutem për veten time. Askush sot, Perëndi dashur, të mos largohet pa ndjer dorën tënde të fuqishme, pa dëgjuar zërin tënd ndërtues dhe bekues dhe kontrollues gjithashtu. Në emër të Krishtit Perëndi ta kërkoj këtë. Amin. Nëse mbani pak mend, ne jemi disa persona vëllezër që ndajmë nga fjala e Perëndis dhe kjo bën që të ketë boshllëqje nga një diell në tjetër, por do ju kujtoja pak ku ngelëm së bashku. Ju vura një dilemë, bëra një pyetje për të gjithë ju. Herën e fundit pra, ju pyeta, a ka leverdi? Ndërsa i merrni dhe i peshoni gjërat, situatat, ngjarjet e jetës tuaj, propozimin dhe ofrimin e Perëndis në jetën tuaj, dashurinë e tij, flijimin e Jezus Krishtit në kryq, për shkak të mëkateve të tua dhe për shkak të mëkateve të mia, ndërsa i merrni të gjitha këto dhe i sillni përpara jush jasi në këtë moment. Dhe unë ju pyeta, a ka leverdi të humbisni një shpëtim kaq të madh? A ka leverdi ta lini pas dore një shpëtim kaq të madh? E njëjta dilemë do t'ju ushtoj pak në veshët tuaja, rinia, të lutem. Më dëgjoni. Ju kam dobësi. Nuk e fshe dot këtë. Ju kam merak gjithashtu, dhe këtë nuk e fshe dot. Sot, në një mënyrë triumfale, në një mënyrë shumë të bekuar, mesazhi ynë dhe fjala e Perëndis thot vëllezër të shenjtë. Dhe ndjen në zemrën tënde të ngresh dorën. Mua ma thot. Brenda dashurisë së tij, brenda gjakut që u derdh lart në kryq dhe nuk ka mesazh dashurie nga fjala e Perëndis, të mos flas për këtë gjak, të mos flas për këtë hir. Nuk e di nëse je lodhur ta dëgjosh, nuk e di nëse të duket shumë i shpesht në veshët tuaj. Për shkak të këtij hiri dhe për këtij gjaku që u derdh në kryq të Golgotës, ti dhe unë kemi hyrje në të shenjtat e të shenjtëve. Kemi hyrje në prezencë të Perëndis për të cilin shpallet askush nuk e ka parë Perëndin dhe ka jetuar. Ti edhe unë për shkak të këtij gjaku kemi mundësi të hyjmë të falur, të pastruar, të shenjtëruar në prezencë të Zotit. O vëllezër të shenjtë. Por ju e lexuat pjesën bashkë me mua apo jo? Aty nuk mbaroi. Ai nuk ishte një mesazh, vëllezër po na pret qielli, gëzoni, fluturoni nga gëzimi. Aty kishte sot një paralajmërim shumë të fuqishëm. Por përpara se fjala e Perëndis na thot, shikoni, ju rrezikoheni, ndjen fryma e Perëndis të bëj akoma dhe një herë, të ngroh akoma dhe një herë zemrat tona. Me çfarë? Me planin e tij, me dashurinë e tij. Shikoni se si
Rinia, mbani mend çfarë tham në kampi sportiv. Dashuria e Perëndis. Vjen përsëri Perëndia dhe shpalos planin e tij. Cili është plani? Që ti, o shenjtor, ty që të ka vizituar Perëndia, që të ndryshoj jetën Zoti, edhe ty, o miku im dhe që je këtu midis nesh, ndoshta nuk e shikon veten tënde tek të shenjtorët akoma, por Perëndia të tharret në shenjtërim dhe çfarë të thot? Ti, thot, je pjesëtar i thirrjes qiellore. Është bërë një ftesë. U dërgua ftesa dhe është personale, secili prej jush e ka ftesën në dorë. Nuk është nevoja të shikoni njëri tjetrin, të thoni kur më erdhi kjo ftesë, unë s'maj më një ftesë të tillë. E jani, po ua bëj edhe një herë këtë ftesë sot, kështu, live. Brenda dashurisë së Perëndis, ai mendoi se ti dhe unë nuk mund të jetojmë dot në tokë, se toka nuk është për ne. Ky dhe nuk na mban dot. Nuk është bërë për të na mbajtur të bekuarit e Zotit, të shpëtuarit me gjakun e Krishtit. Kështu që Perëndia bëri një ftesë qiellore dhe të dërgoi ftesën, je i thirrur për qiell. Mendon ndonjëherë për qiellin? Shpesh u pyes të pyetje. Brenda sëmundjeve, humbjeve, dështimeve, sukseseve, ka vend për qiellin? Dikur, në një dasëm, fjala e Perëndis na thot se njerëzit e ftuar, erdhi momenti ti trokisin shërbëtorët dhe thonin, tani dasma është gati, e jani, mblidhuni. Dhe ata nuk u gjetën gati. Nuk kishte vend në zemrën e tyre të përgjigjeshin ftesës së mbretit. Kishin arsye shumë serioze dhe shumë logjike të mos gjendeshin në këtë dasëm. Dikush kishte bler qe, dikush ishte martuar, dikush kishte marrë një shtëpi, një tokë, dikush kishte vajtur do provonte makinën e re, ta sjellim në kohën moderne dhe nuk gjetën dot kohë të përgjigjeshin kësaj ftese. I ngjan do pak zemrave tona sot kjo histori. Zoti na thot se në planin e tij, aty hyni dashur. Ky është Zoti që flasim. Në planin e tij të ka dërguar një ftesë qiellore. Ku e ke? Je gati të lësh gjithçka që je duke bërë, gjithçka që je duke mbytur shpirtin tënd shpeshherë. Dhe më besoni, shumë herë gjërat që ne zgjedhim të bëjmë në jetë na mbysin. Bëhen kaq të mëdha, akoma dhe dëshira dhe epshe dhe mëkate dhe gjithçka që dëshirojmë bëhen kaq të mëdha sa na mbysin shpirtin ton, nuk na lën të marrim frymë. E megjithatë, do t'i lëm, do t'jenë këto ato që do t'na marrin këtë privilegj që na ka dhënë Perëndia ynë të jemi të ftuar të qiellit, të përjetësisë. Sigurisht që në fjalën e tij Perëndia na thot, shikoni, është bërë një ftesë, një thirrje qiellore. Ecja juaj, reagimi juaj duhet jetë i denj për këtë ftesë që ju bë. Dhe unë e sjell në mendje, bëj filmin në sytë e mi dhe këtu mbrapa ka filluar dhe xhiron, Si do mund të jetë dikush i cili e ka nderuar Perëndia i qiellit dhe i tokës, i ka bërë ftesën, e ka në xhep, si do jetoj? Si do flas? Si do reagoj? Brenda këtij plani dashurie Perëndia pret nga zemrat tona të reagojmë. Për zemrën do flasim sot. E dini si është tema jonë e sotme? Rreziku i zemrës së ngurtësuar. Brenda dashurisë së tij, ai të ka dhënë qiell. Ai e ka ftesën për ty. Dhe ti e di këtë. Unë sot po të shpall se Perëndia të do ty. Se Perëndia ka përjetësinë për ty. E ka hapur rrugën, e gjeti ai mënyrën të hapet rruga, e di, e kuptoj, jam me ty. Thua, unë jam i padenj. Unë nuk mundem dot sot vini qiell, shiko si jetoj. Shiko dështimet e mia. Shiko mëkatin tim. Dhe Perëndia vazhdon dhe këmbgul në këtë ftesë qiellore, në këtë thirrje. Dhe përsëri diçka akoma të mrekullueshme na bën atë paralelizmin këtu në pjesën që lexuam për shtëpinë e Mojsiut,
dhe shtëpinë e Krishtit. Mojsiu u bë shërbëtor në një shtëpi thotë që nuk e ndërtoi ai, kurse Krishti ishte birr në atë shtëpi. Ai ishte krijuesi, ai ishte trashëgimtari, ai ishte ai që e mori në dorë. Dhe me të drejtë ndoshta ju shkon në mendje shtëpia, ndërtesa, nuk bëhet fjalë për një ndërtesë, sepse nxiton fryma e Perëndis aty dhe thotë nuk bëhet fjalë për mure dhe për çati. Shtëpia e Krishtit jeni ju. Edhe ju të gjithë që dini greqisht, flet për iko, ke ikiush. O ikosh tu Krishtu. Nuk bëhet fjalë për shtëpi dhe për mure, bëhet fjalë për brendësinë e saj, për ata që janë të afërmit e tij. Dhe Perëndia thotë se në planin e dashurisë së tij, ty edhe mua, ai na ka bërë familjar të tijët. Të jemi një gjak. I kujt je ti? Unë jam i Krishtit. Kjo është fisi im, farefisnia ime. Po ti, unë të njoh ty. Kujt i thua ti që jam i Krishtit? Unë e di kush ishe ti, jam i adoptuar me gjak. Më ka futur Perëndia në familjen e tij hyjnore, me gjakun e Krishtit. Fitoj të drejtën të më birësoj, të bëhem familjar i Krishtit. Ky është plani i Perëndis. Dhe një gjë akoma, thotë se ne nuk jemi thjesht familja e tij, jemi pjesëtar të Krishtit, lexuam. Ka disa në qoftë të se nga mbrapa, të cilat do donin t'i vëmë re. Pjesëtar të Krishtit do të thotë të marrim pjesë në lavdinë e tij, në pasurinë e tij. Fjala është do të na thënë se do të jemi të ngjashëm me të. Fjala e Perëndis na thotë se ne jemi bijtë që vim pas të parëlindurit. Krishti u futi pari, sikur lindi i pari, e fitoi këtë të drejtë i pari, atje lart në kryq sepse vdiq për ne të gjithë dhe pastaj jemi të gjithë ne. Pjesë e Krishtit do të thotë të kesh vend në fronin e tij. Ta ngrojnë zemrën këto fjalë? Jo fjalët e mia, këto fjalët e kësaj Bible, të fjalës së Perëndis. Ta ngrojnë zemrën tënde? Mos se ndjen veten shumë larg këtyre sepse je i vogël në moshë, sepse je i ri, sepse je shumë i ngarkuar me hallet e problemet e tua, por po të them sot, kjo ftesë e Perëndis ka pikërisht të bëj me këtë dashuri të Perëndis. Dhe gjithashtu, fjala është do të na flet edhe për diçka akoma, për ditën e pushimit. Ju ka ndodhur ndonjëherë të punoni pa fund gjatë javës, thua ku do vija ditë e pushimit të shlodh pa kockat? Nuk bëhet fjalë për shlodhje kockash. Është dita që Perëndia e ka caktuar për ty dhe për mua të pushojmë në përgjithësi nga gjithë mëkati, hallet, ngarkesat, problemet e botës dhe t'i bashkohemi Perëndis. Ky pushim i Perëndis do të thotë e shtuna e përjetshme e shpirtrave tanë. Sot ju patë se si paralizohet populli izraelit me të gjithë ne. Sot ju dëgjuat me veshët tuaj se kjo sot nëse dëgjoni zërin e Perëndis, nuk u drejtua atyre, por të drejtohet ty. Sot fjala e Perëndis na solli nëpërmjet frymës së tij, se kjo pushimi të shtunës nuk ka të bëjë me të shtunën e hebrejve, ka të bëjë me pushimin që Perëndia ka në planin e tij, në zemrën e tij për të gjithë ne. Ndërsa mundohemi dhe rendim dhe kemi jetët tona dhe hallet tona dhe fëmijët tanë, Perëndia ka për ne plan qiellor që ne të bashkohemi me të në prehjen e tij. Këtu fillojnë paralajmërimet. Paralajmërimi i Perëndis vjen në zemrat tona sot. Rrezikohemi, në qoftë se zemrat tona sot ngurtësohen, rrezikohemi të humbasim këtë dashuri. Ka shumë vështirësi të këtij trupit të njeriut. Fjala e Perëndis flet për vesh të rënduar, që nuk dëgjojnë. Fjala e Perëndis flet gjithashtu për qaf të trash që nuk kthehet. Për popullin izraelit e thot, po shpeshherë gjejmë veten tonë edhe aty. Sot fjala e Perëndis na thot se ekziston rrezik ngurtësimi. Edhe nëse mundet ta mendoni, ngurtësimi ndodh ngadalë, është një proces. Prandaj un kam merak të rinj tanë.
Prandaj u flas shpesh dhe ju bëhem i bezdisshëm dhe prandaj gjej arsye që sikur u flas të rinjve, u flas edhe moshës time, edhe më të vjetërve se mua dhe kërkoj ndjes që u drejtohem më të mëdhenjve se vetja ime, por me respekt e bëj këtë. Është një proces, fillon nga dalë, në fillim pranon, në fillim dëgjon, në fillim shikon, të futen ide të tjera, mendime të tjera, nuk ka më kohë për këtë. Nuk ka më kohë për këtë dashuri, ka shumë gjëra interesante në këtë botë. Ti më flet për përjetësinë, kurse mua më interesojnë të sotmet, të prekshmet. Dhe kështu, zemra fillon dhe ngurtësohet. Një zemër e ngurtësuar është njësoj si ka ajo që ju sillin në mendjen tuaj, sikur kjo zemër të ngrinte, të bëj mermer. E dinim të gjithë që do vdisnin për këtë arsye, sepse zemra këtë punë bën. Por në zemra frymore, ajo që Perëndia shikon si zemër, ajo që dërgon, merr mesazhet e Perëndis dhe i punon në zemrën e saj, ajo që dëgjon për këtë thirrje qiellore sot, por nuk reagon. Çfarë do ndodh me këtë zemër? Rrezikohet. Prandaj Perëndia paralajmëron sot, mos i ngurtësoni zemrat. Mos lejoni, mos krijoni kushte zemrës tuaj të forcohet, të mos ndjej. Zoti thotë, unë do bëj operacion tek populli im, do t'ja hej zemrën e gurt. Do t'i vëj një zemër mishore, mish, të ketë mundësi të punoj. Ndoshta gjendesh sot ti në një rrezik të tillë. Se mos rrezikohet zemra jote të ngurtësohet prej krenarisë, prej njohurisë, prej hidhërimit, prej urrejtjes. Rrezikon, të gjitha këto rrezikojnë të ngurtësojnë zemrën. Cilat janë arsyet e ngurtësimit? Siç e lexuam nga fjala e Perëndis. I referohet një histori të lashtë që ndodhi tek Eksodi, dalja e Izraelit nga Egjipti për të shkuar në tokën e premtuar. Izraeli e dini të gjithë ishte shumë popull që harronte shpesh dhe nuk i jepte lavdi Perëndis. Ky ishin ato, nëse do të përmbledhja disa nga tëmetat e tyre ishin këto. Shpesh më kujtojnë veten tonë. Por le ta lëm këtë një moment. Aty në shkretë të tir u grindën dhe për njëra akoma se nuk kishin ujë. Në ditën e Meribas, ashtu siç fjala e Perëndis na e thot, në ditën e pikëllimit. Dhe Perëndia i tregon Mojsiut si t'u japi ujë, godet shka mbi Mojsiu, u del ujë, dhe Perëndia këtë e shënoi. I ngeli në zemrën e tij, i ngeli brenda tij dhe i tha Mojsiut që sot populli më provokoi, më tundoi, kërkoi të më vërë në provë. Dhe dini cila ishte prova? Vallë, është Zoti me ne këtu. Gjithë to që kalojmë, gjithë to kishin kaluar, kishin ngrënë manën, kishte ardhur shkurtat nga lart, Perëndia kishte bërë plagët në Egjipt, dora e fuqishme e Zotit i kishte rrëmbyer, e kemi bërë Eksodin së bashku, apo jo? Dhe përsëri populli pyeste veten përpara Zotit, a jeti gjë këtu apo jo? A na shikon ne që ne kemi etje apo nuk na shikon? Dhe kjo sot tek hebrejt, përsëri hebrejve u drejtohet ashtu si na drejtohet dhe neve, u bë shkak që Perëndia ta përmendi përsëri me frymën e Tij të shenjtë. Mos e ngurtësoni zemrën tuaj si në ditën kur e provuat Zotin, e vut në provë atë, si në atë ditë. Cila ishte prova? Dyshimi, vëllezër. Dyshimi. Sepse djalli do ta bëj këtë, mos e ushqet dyshimin. Vërtet? Mbani mend Adamin, Evën. Vërtet ju tha Zoti, mos hani nga asgjë. S'ka mundësi të bëj Zoti gjëra të tilla. Dyshim, e mbolli dyshimin në zemrën e tyre. Cilat janë dyshimet në zemrën tënde sot? Me çfarë je duke dhënë betejat e tua sot? Mendja jote ku është duke luftuar? Je duke dyshuar për dashurinë e Perëndis? Rrezikohesh. Kur Perëndia e shikon zemrën në dyshim, rrezikohet kjo zemër. Çfarë rreziku ka? Jo që të themi do bëhet jo besimtare, do hiki fare nga kisha, nuk është ky qëllimi. Zemra do ngurtësohet.
nuk do mundet të kuptoj me zërin e Perëndis, nuk do mundet të reagoj më ndaj Perëndis. Gjithashtu, një arsye ngurtësimi thot se mos ndonjëri nga ju ngurtësohet prej mashtrimit të mëkatit. Nuk është vetëm dyshimi, është se mëkati do të vinë në jetën tënde ashtu siç di ta bëj më mirë, duke të mashtruar ty, duke u prekur tek ndjenjat e tua, tek dëshirat e tua, duke zgjuar lakmin e shpirtit tënd, që të mund të bredhesh, të mund të shkosh, të harxhohesh diku tjetër, larg Perëndis. Dhe ju e dini, sepse më vjen keq, njeri pa mëkat nuk ka. E dini zemrën tuaj kur e kapni në mëkat. Sa larg Perëndis ndiheni. Perëndia do që ti të kthehesh mbrapa, por djalli do që ti të ngelesh në mëkat. Sepse në qoftë se mëkati ekziston, punon në zemrën tënde, bën vend në zemrën tënde dhe të timen, atëherë do ta ngurtësoj zemrën. Nuk do ketë mundësi kjo zemër të ndjej. Dhe gjithashtu mos besimi e bëri këtë popull të ngurtësohet në zemrën e tij. Ata i dëgjuan thot fjalën ashtu si ne sot po e dëgjojmë. Ata i dëgjuan lajmin e mirë se Perëndia do t'i marrë nga skllavëria e Egjiptit dhe do t'i çojë në tokën e premtuar. Edhe ti dhe unë e kemi dëgjuar dhe sot po e dëgjojmë sërish, se Perëndia e ka fuqinë të ngrejë prej mëkatit, të të çojë deri në portat qiellore, nuk do ta marrë mbrapa fjalën e tij, premtimin e tij dhe e ka fuqinë ta bëjë këtë. E megjithatë, ti dhe unë rrezikohemi nga humbja e besimit. Kjo do bënte një zemër të ngurtësohet. Përfundimet e këtij ngurtësimi cilat janë? Nuk do të mbajmë dot deri në fund guximin e shpresës së shpëtimit. Ja ato nëset që këtu i thot, fillon pra tek treshi siç lexuam, Krishti erdhi në jetën tonë si i dërguar apostull dhe kryeprift në jetën tonë, i cili është besnik për ne dhe thot, do keni, më falni, tek vargu 6, ai erdhi mbi shtëpinë e tij, shtëpia të cilit jemi ne, nëse mbahemi fort deri në fund dhe mbajmë guximin dhe mburjen e shpresës. Këto nëset janë rreziqet që do ndodhin tek zemra e ngurtësuar. Shikoni thot se nuk do mundeni dot nëse zemra ngurtësohet të ngeleni në besim, të ngeleni brenda shpresës qiellore. Njerëzit kanë këtë shprehje që shpresojmë të shërohemi derisa të vdes. Jo. Shpresa e qiellit është reale, sepse Krishti është i gjallë. Po Krishti ishte i vdekur sot, ne bëjmë muhabet kot. Ne ngushëllojmë njëri tjetrin kot, por Krishti sot është i gjallë dhe u ngrit prej së vdekurish për drejtsimin tënd edhe të timin. Nëse djalli vjen dhe të thotë të tjera fjalë, është duke të mashtruar ty. Nëse të thotë se këto janë fjalë për pleq, është duke të mashtruar ty. Nëse të thotë se këto janë fjalë për ata fanatikët, është duke të mashtruar ty. Ktheu tek Perëndia sot dhe kupto rreziqet e ngurtësimit, sepse do të humbasi guximi që ke në Krishtin, shpresa qiellore që ke në të. Dhe përsëri, te 14 shikoni çfarë thot. Sepse nëse jemi bërë pjesëtar të Krishtit, në mbajtshim fort deri në fund fillimin e besimit. Atë zjarr që u ndes brenda teje, atëherë ku Krishti u zbulua. Ai është fillimi i besimit. Dhe me keqardhje dëgjoj për veshët e mi, unë vetes time, kur flas për 1900-ën, e dini ju se qa isha unë atëherë, e dini ju se si digja unë atëherë, dhe fjala e Perëndisë thot kujdes se do ta humbasësh këtë zjarr të këtij besimi, kur zemra do të ngurtësohet, nuk do kesh besimin që kishe në fillim. Nuk do kesh dashurinë tënde të parë. Nëse sot janë duke lindur këto në zemrën tënde, bëj rrugë fjalës së Perëndisë. Brenda teje të lutem. Dhe tek 12 përsëri vini re vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë mos besimi që të largohet nga Perëndia i gjallë. Ngurtësim
është largim. Ndoshta dikush të dua pak kohë, dua të ri pak vetëm, është momenti tani që prandaj nuk më shikoni në kish. Këtë do ta shfrytëzoj djalli. Do sjellë ngurtësim në zemrën tënde. Reago sot. Qëndro përpara Perëndisë sot dhe thuaj të paktën e kuptova. Kuptova qëllimet e armikut të shpirtit tim, të djallit. Kuptova se do të më mënjanoj. Kuptova se do të sjellë ngurtësim në zemrën time. Nuk dua Zot, nuk di si ta bëj. Nuk di se si të mos ngurtësohet kjo zemër, por dua të dish Perëndi që unë e kuptova këtë. E kuptova që rrezikohem sot. Cili është pozicioni yt sot në këtë ngurtësim, në këtë rrezik? I dëgjoni kambanat? I dëgjoni alarmet? Ka filluar sirena, gjendje lufte. Rrezikohet shpirti yt. Rrezikohet zemra jote të humbasësh gjithë ato dashuri të Perëndisë, ato plane, ato thirrje qellore, rrezikohesh. Cili është pozicioni yt? Ai fillon thjesht, bëj kujdes. Keni kujdes o vëllezër. O vëllezër të shenjtë. E dini çfarë do thotë kjo? Që fillimisht i drejtohet shtëpisë së Perëndisë. Shenjtëri. Kështu e filloi. Me familjen, me të shpëtuarit, me ata që Krishti ka ndërhyrë në zemrat e tyre dhe ka lindur besimin në jetën e tyre. Bëni kujdes o vëllezër. Jeni vigjilent. Jeni vigjilent. Nuk është momenti i gjumit, nuk është momenti jemi në rregull. As nuk është momenti thjesht të themi nuk jemi në rregull. Jo, nuk është çështje të themi nuk jemi në rregull, çështja është të bëjmë kujdes. Është tjetër gjë kur qeveria thot ne jemi diçka në rregull, është tjetër gjë kur ata mazhoranca, minoranca si kanë ato vjen dhe thot jo, nuk i keni në rregull, tëra gabim i keni. Bëni kujdes. Lërini këto për momentin. Jo jemi apo nuk jemi, jemi vigjilent. Bëjmë kujdes për veten tonë, bëjmë kujdes edhe për vllajin, edhe motrën. Sepse nuk u thot se cili të shikojë veten. Kujdesia do të fillojë nga vetja. Por aty do të bëni kujdes o vëllezër, se mos dikush, ku? Shikoni çik vërda. Ndoshta kemi disa mungesa sot, por këta jemi. Bëni kujdes se mos dikush ngurtësohet në zemrën e tij. Vëri të lutem veshin fjalës sot. Vëri veshin fjalës sot, qëndroi i heshtur përpara Perëndisë. Mbylli syt, hap zemrën Perëndisë dhe kupto dashurinë e tij dhe lëri vend kontrollit të frymës shenjtë në zemrën tënde. Kjo ishte lutja ime për veten time sot. Qëndroj përpara Zotit me të njëjtën nevojë sot, që Perëndia të më kontrollojë zemrën. A jam duke u rrezikuar? Dhe rreziku nuk është diçka që kalon dhe vjen dhe do nja 2-3 muaj për të kthyer pra mbrapa. Djalli është aty. Të gjitha këto mundësitë e jetës, rreziqet janë aty, vëri veshin fjalës sot. E dyta që të kërkon nuk ka të bëjë vetëm me veten tënde, por ka të bëjë shumë me vllajin dhe motrën që ke në krah. Edhe ti që s'ke njëri në krah, ke majtas dhe para dhe mbrapa, të gjithë ju keni dikë në krah. Mund të jetë burri juaj, mund të jetë gruaja jote, mund të jetë një shoku juaj që sot e njohët, apo mund të jetë një nga grupi, mos them emrin e grupit tuaj se jemi dhe online, rinia. Të tërë keni dikë dhe ai thot nxitni njëri tjetrin. Shponi njëri tjetrin. Si do t'ishte sikur secili të shikonte veten e tij? Nuk do t'ishte shumë me bekuar, sepse thua një sekondë do më dërgosh gishtin mua. Shikoj një veten tënde. Nuk po flasim për gishtat. Tu po flasim për nxitje. Edhe këtu nuk ka asnjë përsi frymore. Nuk jam unë i cili jam kam arritur diku frymërisht edhe kush nga ti më duket ti se i evoluar një çik. Ja hadi çik ato hapat pap çik më shpejt. Nuk flasim për përsi frymore këtu. Këtu flasim për merak. Këtu flasim, nuk dëgjoj pulsin tënd, e vë veshin të gjoksi tjetri dhe thua nuk të rre zemra. Mos po ngurtësohet, ç'a do bëjmë? Vëllezër, të lutem, mos qëndro, mos rri mbrapa, e jam me mua, nuk mundem, jam bllokuar, këmbët.
Kraun, nxitje. Dhe nxitje është të merresh me të. Nxitje është të më pranosh, o vlla im dhe motra ime, të më pranosh kështu siç jam, të më bësh vend pranë teje, të mos më gjykosh, por të më vësh diku afër teje vend të mund të eci bashkë me ty. Ndoshta jam çalok, ndoshta kemë se kam fare, edhe ndoshta vete preva. Ore, vete preva. Për shkak të gabimeve që bëra dhe zgjedhjeve të këqija që bëra në jetën time, të kam nevojë. Nxitje nuk do të thotë jesh vetëm, do të kesh të tjerë, të kesh pranuar. Nxitje do të thotë më vëzhgosh. Nuk do ofendoje. Mos u ofendo nëse dikush e bën, nëse dikush të merr një telefon thotë nuk të pash, nëse dikush të pyet ku ishe, pse s'e të mërkurën. Mos e merr si polic. Nuk kemi polica këtu. Lavdi Zotit. Nuk na duhen policat këtu. Nuk na duhen ata që kontrollojnë kush hyn e kush del, nuk na duhen ata që shënojnë emra. Nuk paguhemi me kokë, thoshte gjyshi. Se një do vi, se 10 do vinë, njësoj do marrim rrogën e, që nuk marrim. Po themi tani. Por çfarë do të thotë të nxisni njëri tjetrin dhe të vëzhgosh tjetrin? Të rish, të shikosh. Ju keni pas fëmijë të vegjël. Shikoj dhe mosha pak më të mëdhaja këtu. Kujtoni kur ishin bebe. Fëmia i parë sidomos, i rrihet e koka thoshte, "Ky merr frym tani apo s'merr frym?" Nuk e bëre kaluar, vajta atje dhe qëndroje, e vije dorën te gjoksi, e keni bërë ndonjëherë? Kur nuk di, rron as rron. Se ky s'po qan, po flea. Na ruaj o Zot. E njëjta gjë kemi nevojë të bëjmë për njëri tjetrin, ora nuk e pash. Ka mundësi të kishte punë, ka mundësi të jenë gjëra normale. Po është mirë. Është mirë vlla im. Është mirë motra ime. Dhe mbani mend shembullin e butësisë të argjilës. E punon, merresh me të, ngelet e butë. Akoma dhe plastelina, që nga natyra e saj është shumë e vaj, ka natyrën të ngelet gjithmonë e butë. Po ta lësh diku, thahet dhe ajo kriset. Mendojeni pak, argjila punohet, të ngelet e butë, të marri formë. Zemrat e njëri tjetrit, jetë e njëri tjetrit, nxitja me njëri tjetrin, të mos të mos lejojmë ambiente ngurtësimi. Dëgjoni, nëse dikush do më lini rahat, dua të rri, do bëj unë atë që dua, ti nuk ke shumë gjëra të bësh për të. Por këtu Perëndia nuk flet për këtë. Flet për zemrën tënde në lidhje me këtë problem që kam. Unë mbase nuk të le të hysh në jetën time, mbase jam mbyllur kaq hermetikisht sa nuk të le të afrohesh, por cili është pozicioni yt, edhe diçka akoma dhe këtu mbaroj pjesën në shqip, vëllezërit do të vazhdojnë të regjistrojnë akoma dhe në greqisht nuk kemi problem. Nxito. Shikoni çik, kapitulli 4, vargu 11, këtu thot në shqip, le të jemi të zellshëm pra, të hyjmë në atë prehje, që askush të mos bie në të njëjtin shembull të mosbindjes. Në greqisht është spudhaste. Është fjala spudhi. Rinja? Është pikërisht spudhasomen, duke u nxituar, merrni vrull dhe nxitoni. Ku? Nuk ka kohë të humbasësh. Prandaj fjala e Perëndisë thot sot, nëse u bëre pjesë e këtij grupi, e kësaj kishe. Sot, nëse fjala e Perëndisë vjen me një mënyrë apo me një tjetër në zemrën tënde, sot mos e ngurtëso zemrën tënde. Sot mos lë jashtë mesazhin e Perëndisë. Sot reago përpara dashurisë së tij. Ngri dorën, ngri zërin, në heshtjen tënde thuaj, edhe unë dua këtë zemër të punoj për ty, Zot. Të mos ngurtësohet ndaj dashurisë tënde, të mos ngurtësohet ndaj vëllait dhe motrës time. Të mos bëhem personal, egoist, vetëm unë, vetëm shtëpia ime, vetëm familja ime, por kjo zemër të punoj, të ndjej, të nxis, edhe të tjerët që janë përreth meje. Nea. Ja ti pistevi što ti πρέπει να βιαστούμε και θέλω να το πιάσω από αυτό το κομμάτι ακριβώς. Γιατί σπουδάσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Μήπως το μήνυμα, ρε παιδιά, και το ρωτάω έτσι απευθείας, είναι οι αγέρους που στο τσάκ είναι και πάνε στον άλλο κόσμο. Μήπως το μήνυμα είναι για αρρώστους. Με το ένα πόδι στον τάφο του λέει, φίλε, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Πάμε. Δεν νομίζω να το λέει για αγέρους και για αρρώστους.
Το λέει στην εκκλησία του. Το λέει σε ανθρώπους που κατά τα άλλα θεριεύουν από αιγεία. Γιατί όμως πρέπει να βιαστούμε? Ξέρετε γιατί? Μπορώ να έχω την προσοχή σας, σας παρακαλώ, και να έχω τη ματιά σας. Θέλω έτσι όπως σας βλέπω στα καθίσματα να με βλέπετε και να σας βλέπω. Μπορώ να σας βλέπω όλους. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι η καρδιά είναι διεφθαρμένη και σφόδρα απατηλή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η καρδιά δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Αυτά που θέλει και επιθυμεί πολλές φορές είναι σάπια και δεν βοηθάνε στην αιωνιότητα. Και νομίζεις ότι πας καλά ενώ σου λέει ψέματα. Δεν πας καλά. Τι θα κάνουμε? Το ότι να βιαζόμαστε δεν λύνει το πρόβλημα. Λύνει το πρόβλημα. Βιάσου. Σήμερα πήγαινε στο Θεό. Εκείνος είναι ο καρδιογνώστης. Εκείνος ξέρει τα κρυφά σου, τις αμφιβολίες σου. Εκείνος ξέρει τον πραγματικό κίνδυνο, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου, η καρδιά σου. Τώρα, σήκω, τώρα. Μην αφήνεις άλλο χρόνο. Όχι άλλα νιάτα να τα φάει ο κόσμος και ο διάβολος. Ο Κύριος λέει, βιαστείτε, γιατί ο χρόνος που η καρδιά ακούει δεν είναι πάντα ίδιος. Γιατί οι επιθυμίες σου και η αμαρτία σου θεριεύει μέσα από τη ζωή. Δεν θεριεύει μόνο σε εσάς, ωραία, όχι. Και σε εμάς και στους γέρους θεριεύει. Γιατί βρίσκει ο πονηρός τον τρόπο να ρίξει τον καθέναν. Αλλά έχει και τον τρόπο σας. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο από αυτά που ξέρω όταν ήμουν εγώ νέος. Πολλές φορές έχουμε argument με κάποιους από εσάς. Τι ξέρετε εσείς από τη ζωή, εσείς περάσατε, τα φάγατε τα ψωμιά σας. Ναι, εμείς ήρθαμε ουρανοκατέβατοι. Σήμερα γεννηθήκαμε και γέροι. Για αυτούς που λέει είναι γέρους, έτσι δεν το λέει για μένα αυτό. Επίσης, λέει ο Θεός και ο Λόγος του Θεού να βιαστείτε, γιατί ο εχθρός θα σε κάνει στόχο του. Θα σε απομονώσει. Θα πιάσει αυτά τα δήθεν και τα γιατί σου και θα σε στοχοποιήσει. Θα σε απομονώσει. Με ακούς? Όταν είσαι μαζί με τους άλλους, οι άλλοι βοηθάνε. Τι κάνουνε? Σπρώχνουνε. Τι σας λέω πολλές φορές? Μιλήστε μεταξύ τους για τα προβλήματά σας, για τις αποτυχίες σας, για τα πάθη σας, για πράγματα που ο διάβολος σας βάλει και να κάνετε και δεν ξέρετε καν να τα κάνουν και οι άλλοι ή όχι. Μιλήστε μεταξύ σας, έστω μεταξύ σας. Βρέστε κάποιον πνευματικό άνθρωπο, να ανοίξετε την καρδιά σας. Δεν είμαστε σαν στο επίπεδο των ορθόδοξων εκκλησιών που έχουν το πνευματικό τους να πάνε να μιλήσουν, να κάνουν την εξομολόγηση, αλλά μιλήστε, ζητήστε βοήθεια. Ανοίξτε την καρδιά σας, γιατί θα σας κάνει στόχο ο διάβολος και τα πάθη και οι επιθυμίες θα θεριέψουν στη ζωή σας. Τι θα κάνουνε? Θα κάνουν την καρδιά σκληρή. Δεν θα μπορέσει ο Λόγος του Θεού μετά να δουλέψει μέσα σας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει σήμερα είσαι εδώ. Σήμερα ακούς. Σήμερα πήρες τα πόδια σου, σηκώθηκες παρόλο που κοιμήθηκες αργά, γιατί είναι Σάββατο. Ήρθες όμως εδώ. Ακόμα λέμε σήμερα. Ξέρεις, δεν σκληραίνω, σημαίνω αφήνω χώρο να μου μιλάτε. Δεν σκληραίνω, σημαίνει αφήνω τόπο να με οδηγήσει το Πνεύμα του Θεού. Σκληραίνω, σημαίνει ότι δεν θα μείνω σιωπηλός, δεν θα μείνω στο σκληρό της καρδιάς. Θα μιλάω, θα προτρέπω, θα γίνω ενοχλητικός. Γιατί ενοχλητικός? Σε ποιον αρέσει ο έλεγχος? Σε ποιον αρέσει να του πεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία? Θέλεις να ζήσεις αιώνια? Θέλεις οι υποσχέσεις της αγάπης του Θεού να ισχύουν και για σένα όπως ισχύουν για τους γονείς σου, για τη θεία σου, για τον πατέρα σου, για τον θείο σου?
Ja olun όποιος έγινε αφορμή να είσαι σήμερα εδώ. Θέλεις να ισχύουν και για σένα. Άνοιξε την καρδιά στον Χριστό. Σήμερα. Άφησε τον Χριστό να δουλέψει μέσα σου. Σήμερα. Άσε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος να σε φέρει στον Θεό. Σήμερα. Ο Κύριος να ευλογήσει. Ο Κύριος να ελέγξει. Όσο και να υψώνω εγώ τη φωνή, κανένας δεν τρομάζει εκεί πίσω, το ξέρω. Όσο και να φωνάζω εγώ, δεν το κάνει να ακούγεται. Το Πνεύμα του Θεού θα το κάνει να ακούγεται. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην μείνεις στη φωνή μου που φωνάζω, είμαι φωνακλάς. Αλλά άσε το Πνεύμα του Θεού. Πολλές φορές δεν φωνάζει καν. Μιλάει ήρεμα, όμορφα. Άσε το Πνεύμα του Θεού να σου μιλάει. Αμήν. Vëllezër dhe mota, do doja ta mbyllim me një lutje dhe kështu fjala e Perëndis të vazhdoj të punojë në zemrat tona. Jam I pari që kam nevojë, jam I pari që rrezikohem, sepse kush hap gojen, sjell mbi veten e tij Perëndi I dashur më tepër përgjegjësi. Zot, ky rrezik I zemrës së ngurtë, kjo zemrë e ngurtësuar, fjala jote na thotë se mund na lërë jashtë përjetësisë. Ne nuk e duam. Dhe nëse dikush po e thot tani aty nga këta vëllezër dhe motra që më dëgjojnë, nga të gjithë të pranishmit, dëgjoj edhe lutjen e tij, Zot. Unë lutem për të, Zot. Unë lutem për atë që tani është duke të kërkuar ty, Zot, nuk dua që zemra ime të ngurtësohet. Jam duke u lutur për atë Perëndi I dashur që është duke të kërkuar ty në këtë moment. Në çdo situatë që është, në çdo shkallë të jetës tij dhe di që jeta nuk është e lehtë për asnjë prej nesh. Unë lutem Zot për të që ti ta mbështetësh zemrën e tij Zot sot. Zemrën e saj sot, Perëndi. Të lutem Perëndi I dashur, nëse ky mesazh sot do të luaj rolin e nxitjes, lutem Perëndi I dashur ta bëj këtë punë në zemrat tona, që zemrat tona të mos largohen prej teje. O Zot, fryma jote shenjtë, Zot, fryma jote shenjtë të punoj brenda nesh, Zot I dashur, shpëtimin tënd, o Zot, shpëtimin dhe gjakun e derdhur në kryq, të mos bëhet I kot për dikë për ne, por të jetë I fuqishëm ndryshues, të jetë mënyra e përjetësisë tonë, Perëndi, nuk ka mënyrë tjetër, Zot. Ruaj zemrat tona nga djalli, Perëndi. E kuptojmë që rrezikohemi, kemi nevojë prezencën tënde, kemi nevojë për frymën tënde të shenjtë. Në emër të Krishtit. Amin. Zoti na bekon të gjithë.